më stabil dhe një udhëtim më të fokusuar në të ardhmen dhe me rezultate më konkrete. Unë për veti e kom gjetë kuptimin e jetës, por atë që dua ta them është se çdo njeri e ka kuptimin e vet të jetës. Pra nuk duhet marr receta. Qysh ndodh shumë herë që receta e një personi, kuptimi i jetës për një person tentohet që të një mënyrë proklamohet si kuptimi i jetës për një masë të tërë, që është plotësisht e gabueshme. Sepse kuptimi i jetës duhet të jetë rezultati një udhtimi, një hulumtimi me veten, një kërkimi i cili i jep kuptim ekzistencës së tij si fizike, ashtu edhe ekzistencës metafizike, themi ashtu, jo materiale ose shpirtërore. Cili është kuptimi që ke gjetur ti? E thua? Po që si jo. Kuptimi i jetës time është që çdo minutë të kohës time në këtë jetë ta shfrytëzoj në të mirën e mas pari familjes time, rrethit tim, shoqërisë ku jetoj. Dhe në këtë mënyrë, duke tentu me qenë i dobishëm për rrethin tim, për shokët e mi, për familjen time që përmenda, për klientët e mi, do të thotë ata që kanë nevojë për mua, duke qenë dobishëm, duke tentuar që të jemi dobishëm për shoqërinë në tërësi, në këtë mënyrë të arrijë një gjendje të kënaqësisë shpirtërore, një gjendje të qetësisë psikike dhe një gjendje të energjisë fizike, e cila më jep forcë për me ecë përpara dhe me realizu ato synime. Dhe gjithmonë kjo përpjekje për të qenë në dobi të mjedisit ku jetoj dhe të jem funksion të mirëqenies së atyre që janë rreth meje, e ka për qëllim edhe arritjen e asaj që unë e quaj arritje metafizike, pra pas përfundimit të jetës time fizike, shpirti im që është në trupin tim, të gëzoj dobi nga ajo punë e imja gjatë kësaj jete në këtë botë. Faleminderit shumë. Tani, the që secili e ka një kuptim të jetës së tij, secili duhet ta kërkojë atë kuptim për jetën e tij. Po a bëj pyetjen kështu, si ta gjejmë kuptimin e jetës, për rrugën, si ta kërkojmë dhe ta gjejmë kuptimin e jetës, dhe a ka njerëz që vdesin pa e gjetur? Mendoj se ka shumë njerëz që janë të hutuar në rrugtimin e tyre jetësor. Shumë as nuk e tentojnë me e kërku kuptimin e jetës. Ngrisin këtë pyetje. As nuk e ngrisin këtë pyetje, dhe kjo është mjaft problematike, sepse pastaj kjo hap rrugë të ndryshme, të themi ashtu rrugë të gabueshme, të cilat ata i çojnë në stacione të papritura. Do thotë njeriu në përgjithësi e ka këtë si një detyrë themelore të jetës së tij. Ai duhet të jetë i ballafaquar me këtë pyetje dhe në përpjekjen për me e gjetë edhe mi jap kuptim ekzistencës së tij. Thash edhe fizike dhe ekzistencës së tij shpirtërore. Tash unë, për me qenë ma i sakt në përgjigjen, edhe njëherë të kisha lutë me formulu pyetjen që e bone paras. Këtë pyetjen e fundit. Po. A ka njerëz që nuk e gjejnë kuptimin e jetës së tyre dhe si ta gjejnë këtë kuptim të jetës? Çfarë rrugë të ndjekin? Po, rruga të cilën unë rekomandoj dhe që unë mendoj se është rruga më e mirë për të provu me gjetë kuptimin e jetës, pasi që të arrin me formulu pyetjen, se shumë herë është më rëndësishme formulimi i pyetjes se sa edhe vetë përgjigja. Ato që e thamë në fillim të kësaj bisede. Rruga më e mirë për të gjetë kuptimin e jetës është leximi. Leximi. Ngritja e zgjerimi diapazonit të dijes. Përvetësimi i formatave të reja. Thellimi në sfera të caktuara